Fatmirësisht deri në këto momente i tërë procesi ka shkuar është mbarvajt mirë. Janë të evidentuar vetëm 2 raste me 3 persona të ndaluar në komuna të ndryshme nga prokurisë, 2 prokurori respektive, njëra nga Peja dhe tjetra në Prishtinë, ndërsa nuk do të thotë se gjatë ditës nuk kemi pas informacione për raportime të ndryshme që kanë mund të paraqiten, mirë po ato raportime nuk kanë prodhu elementet e veprës penale për të cilët janë në fushë Kosovë. Është rasti i parë ku 2 persona janë ndaluar për dhënie dhe marrje të rishfetit, dhe rasti tjetër është në Pejë për cënimin e fshirësisë së votimit. Janë raste që janë vepra penale që dënohen, e para dënohet 1 deri 5 vjet dhe e dyta dënohet deri në 1 vjet, eventualisht varësisht për mënyrën së kryerjes edhe deri në 5 vjet dhe në burgim. Po 4 të tetor janë të ndaluar, pastaj varësisht prej hetimeve se të gjitha rastet të cilat janë të postuar nëpër rrjete sociale apo kemi informacione, prokurorët kanë vepruar më njëherë për të verifikuar dhe pas verifikimeve të tyre kanë ardhur në përfundim që a kanë rast penal, as kemi rast penal. Në ato raste ku kemi raste penale kemi hapur procedurë, në ato ku s'kemi raste penale kanë me vetëm si informacione. 80 prokurorë së bashku me staf mbështetës, të cilët kanë operuar së bashku me hetues të policisë së Kosovës,